Ne rrugës nga Shqipëria, unë dalëm këtu në komunën e bukur të Dragashit për të vizituar, si që bëjmë shpesh herë, bukurit e ralla natyrore që kjo komunë i ofron. Dhe natyrshëm, me qenë se isha këtu, deshtëm të ndalemi edhe në takim me kryetarin për ta uruar për mandatin e ri dhe për t'i uruar suksese dhe kryetarit edhe gjithë ekipit të tij punëtor, të cilët vazhdimisht punojnë për interesat qytetarëve të Dragashit. Ka shumë fusha në të cilat ne si presidencë kemi bashkëpunuar shumë mirë me kryetarin dhe ekipin e tij për gjatë këtyre viteve dhe natyrshëm biseduam edhe për shumë prej mundësive që do të mund të arrihen për të gjithë qytetarët gjatë viteve që vinë. Mirë po më e rëndësishme është që besoj që nga potenciali që ofron Dragashi nuk përfitojnë vetëm qytetarët e Dragashit, përfiton e gjithë Kosova. Ka bukuri të jashtëzakonshme natyrore, të cilat kërkojnë zhvillim, të cilat kërkojnë përkraje dhe natyrshëm këto ishin disa prej temave që i diskutuam dhe Dragashi do ta ketë përkrahjen tonë të plot në këto segmente. Bukurit i ka falë zoti, po çfarë mund të bëjë pushteti qendror për Dragashin? Tash ne duhet të presim që të krijohen të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës pas zgjedhjeve të ardhshme që do të mbahen në dhjetor dhe në momentin që krijohen këto institucione ka nevojë që të ndërmiren një sër iniciativash për të cilat ne po flasim me kryetarin që një kohë të gjatë, ndër të tjera edhe ndryshime në legjislacion. Unë mendoj që turizmi malor është një prej sektorëve që shumë ti e thatë i ka falë Kosovës bukurit të jashtëzakonshme natyrore, tani duhet që ato të shfrytëzohen mençur, të mbrohen mençur dhe njëkohësisht të japin potencial për zhvillim. Dhe shumë nga idetë që i diskutuam, mendoj që janë të bëshme, mendoj që janë të realizueshme, por natyrisht që kërkohet edhe shumë punë, të cilën jam e bindur që edhe komuna e Dragashit edhe institucionet qendrore do t'i përkrajnë. Faleminderit shumë.